Të dashur miq, mirë se erdhët në meditimin e ditës. Sot do flas për shëmbëtyrën e dy pemëve dhe frytin e tyre, zemra që prodhon jetën. Jezusi tha, nuk ka pemë të mirë që të jap fryt të keq, as pemë të keqe që të jap fryt të mirë. Jezusi na çon tek një realitet shumë i thjeshtë, por thelbësisht tronditës. Fryti zbulon natyrën e vet pemës. Pra nuk janë fjalët që tregojnë kush jemi, por ajo që prodhon vetë jeta jon. Një pemë nuk përpiqet të jap fryt. Ajo jep fryt, sepse është ajo që është, sepse vetë natyra e saj ja imponon frytin. Në të njëjtën mënyrë, karakteri ynë shpirtëror nuk maskohet për një kohë gjatë. Ai shfaqet në marrëdhënie, në reagime, në sjellje, në zgjedhje. Kjo shëmbëtyrë na mëson se problemi i vërtet nuk është sjellja, por zemra jon. Nuk është korrigjimi i degëve, fasadës, por shërimi i rrënjve. Një figurë e cila mishëron këtë të vërtetë është Shën Serafini i Sarovit. Ai thoshte, fito paqen e brendshme dhe mira rreth teje do të shpëtojnë. Ai kishte kuptuar se transformimi i botës fillon nga transformimi i një njeriu, i zemrës së tij. Një zemër e mbushur me frym prodhon jetë, pa imponim, pa hipokrizi. Siç thoshte edhe Aristoteli, ne bëhemi të drejtë duke bërë veprime të drejta. Por bëjmë veprime të drejta sepse jemi duke u bërë njerëz të drejtë. Lejoni të ndaj shkurtimisht disa të vërteta që dua të mbesin sot. E para, fryti është prova e jetës së brendshme. Nuk ka besim pa provë. Nuk ka marrëdhënie me Krishtin pa transformim. Së dyti, zemra është burimi i gjithçkaje. Nëse zemra është e shëruar, fryti vjen natyrshëm. Nëse zemra është e smur, e ligësht, asnjë mask nuk e mbulon dot për herë. Së treti, Zoti nuk kërkon performancë, por shndrim. Ai nuk na thret ta aktrojmë shenjtërinë, por të jetojmë brenda saj. Agustini do të shkruante, duaj Perëndin dhe bëj çfarë të duash. Pse? Sepse një zemër që e do Zotin nuk prodhon të keqen, nuk mundet ta bëj. Shoqëria jonë është e fiksuar pas imazhit. Si dukemi, si flasim, si paraqitemi në botë. Por Krishti thot, shikoni frytin. Ana Arendt shkruante, ajo që jemi në heshtje, jemi vërtet. Nuk është fjalimi publik, ai që na përkufizon, por sjellja në botën tonë të padukshme, në private. Mbase sot Zoti na drejton këto pyetje, çfarë fryti po prodhon jeta jote? Paqe apo konflikt, dashuri apo krenari, durim apo nxitim? A jemi duke përpikur të rregullojmë frytin pa shëruar rrënjët? Apo lejojë frymën e shenjtë të më formojë nga brenda? Ndaj fryti sot mund të duket si fjalë që shërojnë, veprime që ndërtojnë, reagime që tregojnë hir. Nuk kemi nevojë për më shumë teknika fetare. Kemi nevojë për zemra të shëruara, të ndryshuara, për rrënjë të vërteta shpirtërore. Kemi nevojë të jemi të vërtetë dhe të ndershëm me Zotin, me veten dhe me ata që duam. Ndaj miq, me këto të vërteta, le t'i lutemi Zotit së bashku këtë mëngjes. I dashur Jezus, shëro rrënjët e jetës time, zemrën time, mos më lër që t'jem një pemë që duket e mirë nga jashtë, por pa fryt të vërtet. Ndaj mbille zemrën time në ty, në fjalën tënde, edhe le të jetë fryti i jetës time dëshmi e asaj që ti dëshiron të bësh në mua. Lutem që të qëndroj lidhur ngushtë me ty, me besimin, me fjalën tënde. Bekoj burra dhe gratë që janë duke më ndjekur sot, familjet e tyre o Zot, udhëhiqi dhe drejtoi ti dhe mbroj. Në emrin e Jezusit lutem. Amen dhe amen. Miq, ky është meditimi i kësaj dite. Mezi pres ju takoj sërish nesër në meditimin e radhës. Zoti me ju.